jamja. Më rëmen, e që ka bon, tash në plan programin e vetë qeveris e ka ujin. Mo kjo është jo stabil. Edhe çka është problemi në Lipjan? Që atu ku ishte në durët, kjo ato është keq. Si e zgjidhni? Ishte Betorina, Si zgjidhet çështja e ujit, ju intereson qytetarët? Unë ja kam thënë edhe ta. Liderët dalin para popullit, para njerëzve. Ky kur i bie mirë i merr meritat. Kur i bie keq ky gjumë faj. Kjo nuk ka leadership. Por nuk ka faj se s'ka lexu kur për leadershipin. Ne ditë ky çka janë vlerat e leadershipit, ne të më thet mua që thashti vlerat, ne të thet 3 vlerat leadershipit, unë e jap dorën. Veç në të thet 3. Jo, më kjo problem. Keni fund mundësinë, keni fund mundësinë t'ja jepni dorën. Cilat janë atributet e leadershipit? Nëse i den, çe. Po si e zgjidhni çështjen e ujit? Çështjen e ujit e kemi bë gjithë analizën për çështjen e ujit edhe kemi zgjidhur çështjen e ujit. Nëse don me hy një nga një me fshatra, më i tregu, po nashta është e gjatë kjo, edhe po tregoj. 4 milion euro kushton zgjidhja e problemit të ujit në Lipjan. 4 milion euro. Afër 7 milion euro i ka fut në një urë që e ka bë gjëja me lidh qytetin, e ka nda qytetin, e ka bë manipulime, që i ka ndarë manipulime që sot ja kam shoh një video që ka shku ka vjedh vetëm izolimin që e ka bë, që kushton 400.000 euro. E ka bë çmimin 1.400.000 euro, po sigurisht ka organe që merren me to. E ka vjedh në drita, e ka vjedh në kamera, e ka vjedh në gjithë ato. Nuk pja thëjmë krejt se shkoni ndreq. E ka bë program bombastik para zgjedhjeve, se ky ka hyrë në zgjedhje qendrore, e ka hub keq. E ka mujt vendosja e ka çkoç. E ka çkoç. E ka mujt thon 14 vetin. E kthi i ka ardhur marrë për atë punë, e i ka thon partia çysh ke hub këna me tjek. Për Betorina. Ky ka bën për Betorina po mbledhje kanë thonë mbledhje, sa ordinat edhe ka thonë aty ne pse po Sulejmani ju mua. Ky mbledhje s'kan kalltu shokët këtu. Shokët këtu se nuk dojnë ata. Shokët këtu kanë thonë mbledhje. Apo do të kalltu datën kush ka thonë. Çeriçi dhe Ahmeti, a merremi me zgjidhjen e çështjes. Për Betorina, ky ka bën marrëveshje fillimisht me njerëz të vet, mi prum Betorinat ato. Si mos t'i del pasdari këtina, ky e prish marrëveshjen edhe në kohët. Ky nuk hen ku s'ka. Zoti Buja, këta ka parimin kryesor para zotit. Nëse është çështja e ujit, japim zgjidhjen e ujit. Jo për shkak që të kam shok, po për shkak që duhet të zgjidhje. Urdhë si e zgjidhni ju çështjen e ujit? Çështja e ujit, mes por duhet të di që 15 fshatrat të komunës Lipjanit janë pa rrjet ujësjes. Shumica e fshatrave të komunës Lipjanit janë me rrjet vjetrum dhe nuk do të me ndru rrjetin e ujësjesit. Në qytetin e Lipjanit kotët e epërme nuk kanë ujë, edhe pse zgjidhje ko, po lejet që ipen operatorëve në ndërtim do të me pos kushtin e 350-500 litra më borat nga banorët aty në podrum zakonisht, është para se me dhonë pëlqimin ujësjesi. Çështja e ujit të pijes zgjidhet shumë letë, kemi para po. Nga komuna? Nga komuna, me investime komunale, të lutëm, me investime komunale banë këto, ka investu ma herët edhe Usajdi, ka qenë kompetencë komunës, atëherë do të qysh është ligjë është i njëjtë, kemi investu 2.500.000 komuna, 2.500.000 Usajdi, dhe për 12 mandatit sa kam qenë kryetar, është bo për 12 fshatra, por rjeti do të është me ndru nga dime, se mas me ndru rjetin për me funksionu si duhet krejt qasje tjetër një njevë për mes liqenit Badovësit, duhet 15 fshatra mja shtri rjetin e ujësjesit dhe me i hap puset e reja, me shtu kapacitetin e ujtë, sepse Lipjani ka ujtë mjaftushëm, edhe të konjujt e pronat ku për moment edhe furnizohet Lipjani, po ashtu ka mundësi edhe të ETC-e të mnja, po të puset ku jenë për momentin furnizohet me ujtë, duhet shpime të reja dhe duhet edhe 2 puse shtetë. Po, zoti Butyqi, si e zgjidhni ju çështjen e ujit? Pastaj merrni shënime ju lutem kryetar. Le të merr kryetari shënime, unë po do vetëm me u rikthy edhe një herë te premtimet. Instituti GAPI ka nxjerrë 61 premtime që ka bërë kryetari aktual. Nga këto premtime, po i kthesh temës tjetër. Deshta me sfidu diçka kryetari këto që është rëndësi. Domthon as 50% këtyre projekteve, sepse ky ka fut në këtë, ka fut edhe projekte që nuk janë të përfunduara. I fundit është projekti i parkingjeve, nën kalimit dhe sheshit. Nuk është i përfunduar, ky ka futësi të premtuar. Edhe diçka, po e sfidoj kryetarin këtë. Po e sfidoj. Nëse kryetari gjitha ato premtime që i dha atë në letër, që i lexoj se i tha,
Nëse i thot krejt se kjo është që 12 vjet kryetari i komunës. Nëse i thot krejt që ato pa i lexu, unë sot tërhiqem nga gara për kryetar të komunës.